Faleminderit, siç ishit prezent ju sot sindikata e sektorit privat Kosovës me disa kryetarë shoqatave sindikale në nivel të komunës Prishtinës, po edhe me informacionet që na kanë ardhur nga tereni, është marrë një takim për cilën sot kemi biseduar për rritjen e pagave të punëtorëve të kompanive publiko-private, kemi biseduar lidhur me pagën e 13, është biseduar për pakon që është paralajmëruar nga qeveria e Kosovës, që është ministri Hekuran Murati, dhe kemi biseduar për organizimin e protestës për 1 maj që do të mbahet. Sa i përket rritjes të pagave deri në 600 euro, punëtorët, teknik dhe të sigurimit fizik të cilat financohen nga komuna e Prishtinës, pagat e tyre nuk janë me kontrata të kontraktuara 600 euro, këta punëtorë në mënyrë, po themi kështu kolektive, do të çojnë vend tyre të punës, sepse kanë gjetë vende me një shumë më të madhe se sa këte që kanë. Domthonë ka qenë një vendim unanim dhe unë thras komunën e Prishtinës që ti trajtoj këta punëtorë, ta thras përfaqësues sindikal dhe ta rrim deri te sepse nëse një kontratë që do të nënshkruhet me 15 maj për këta punëtorë, ajo kontratë nuk po nënshkruhet për 5-6 muaj, ajo kontratë po shkruhet spakut gati për 3 vite dhe paramendojeni ju inflacionin e pagës 600 euro sa do të mbetet mas 3 vite. Kështu që është një vendim i premtë dhe nuk kemi çka bisedojmë lidhur me të. Sa i përket çështjes pagës 13, ne kemi thonë dhe sot punëtorët e shprehen që paga e 13 është një diskriminim që është bërë punëtorëve të sektorit privat Kosovës dhe ne nuk hiqim dorë dhe ne mendojmë që ende qeveria ka kohë që pagën e 13 duhet ta ndajë për arsye sepse është marrë po nga njëjti buxhet ku të gjithë kemi qasje, ka qasje punëtori i sektorit publik, ka qasje punëtori i sektorit privat, këtë buxhet që kemi që janë nda këto mjete, 3 fishi i atij buxhetit është edhe mbushet nga punëtorët e sektorit privat. Dihet që pagat tonë janë shumë të vogla, dihet që ne punojmë shumë punë më të rënda, ta nxomë edhe nga kolegët që i kemi për shembull këtu në për spitale, në për çanëri familjare, këta për post që punojmë punë të rënda janë edhe jeta e tyre është e rrezikshme dhe të marrin punëtorët e sektorit publik që ne shprehim mirënjohje që është dhënë atyre. Por megjithatë ta krahasosh një punëtor në zyre i cili ndoshta punë efektive mund mos bëj 2-3 orë dhe ne të jemi në çdo sekond të rrezikuar jetën tonë dhe të bëm një kësi farë diskriminimi, ne mendojmë që është koha e fundit që duhet të një farë forme të bojnë korrigjimin që e kanë bo. Ju dini që pakoja luftimi i inflacionit, gjithsesi pakoja 2.0, qeveria e Kosovës ka deklaruar se do të jenë rreth 200 milionë euro që do të ndahen për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, do të ndahen edhe për kategori tjera për cilat ne normal që nuk duam të flasim. Andaj ne e kemi njoftuar dhe njoftojmë Ministrinë e Financave sepse ne jemi njerëzit më profesionistë që ta njohim gjendjen e punëtorëve të sektorit privat në Kosovës dhe nëse ata don bashkëpunim neve na kanë në dispozicion. Nëse jo, kudo që ne shohim vërejtje normal që ne do të flasim dhe do të kërkojmë që ajo të rigjenerohet. Kërkesë e jona publike është që pagat ose më mirë themi stimulimi që do të bëhet për punëtorët e sektorit privat të Kosovës të jetë i njëjtë për të gjithë. Mos jetë nëse dikush e ka pagën 1.000 euro dhe ta stimulon me 1.000 euro dhe një punëtor i cili ka pagë 300 euro ta stimulon me 300 euro. Kërkesa jone është që mendoj që është jashtëzakonisht shumë nivel dhe shumë arsyeshme. Pagesa duhet të jetë e njëjtë për të gjithë, sikur ai që merr 300 euro, sikur ai që merr 1.000 euro. Dhe ne normal që bazisht ne do ta përcjellim gjendjen në vazhdimsi dhe do të reagojmë. E përsërisim edhe një herë. Me veprimin që e ka bërë për pagën e 13, punëtorët e sektorit privat që i ka dëmtuar në mënyrë financiarisht, po i ka dëmtuar edhe në mënyrë moralisht për veprimet që i kanë bërë. Për të rrumbullaksuar gjithë këte, nëse marrin vesh dhe nuk marrin vesh, atëherë kjo sindikat ka marrë vendim që për 1 maj, të gjitha këto që ka i folëm e shumë sene nuk i kemi folë, me 1 maj do të protestohet lidhur me mos realizimin e kërkesave të parashtruara të kësaj dhe qeverive të tjera që nga 1 maj i vitit kalum e deri më tani. Nëse kam qenë kjo artë, ndoshta edhe nuk jam kuptuar mirë, ne kemi po flasim për mjetet e 200 milionshit
që nëse stimulohemi, duhet stimulohemi të gjithë njëjtë e kom fjallën, sepse kjo më ndodhë njerën në vit ose njerën në 2 vite. Këtu është fjalla për ndryshe, te paga tjera janë çështje krejt diçka tjetër. Kurse te stimulimi, mendojmë që do të ndihmojmë gjithherë krahut i cili është më i dobët. Dhe ai që i merr 1000 euro, faktisht edhe tash është ekonomikisht më i fortë. Ai ka nevojë për ndihmë më të vogël, se sa ky që e ka një pagë prej 300 euro. Unë mendoj që një korrigu këta punëtor duhet të gjej me pagën 600 euro. Ne në muajin janar e kemi njoftuar komunën e Prishtinës dhe gjitha institucionet tjera që qershori, po megjithatë tani po lidhet me pagën minimale, sepse ne para 2-3 muajsh i kemi njoftuar që ne nuk punojmë me këtë shumë. Pse po e themi këtë? Sepse ne fuqinë tonë punëtore tani po e kërkojnë shumë kompani, ma merren me, dhe në moment kur e kemi atë mundësi, ne nuk dojmë të shërbejmë një institucioni ku nuk respektohet djersa jonë. Andaj, Komuna e Prishtinës, zyrtarisht, me shkresë të protokolluar, është e njoftuar, megjithatë është i njoftuar edhe Ministri i Shëndetësisë dhe gjithë ministrat tjerë, se ne që nga një korrigu mendojmë që paga minimumi duhet jetë 600 euro. Pavarësisht pse këta e kanë zgjedhur një pagë, e dini, domethënë me ato shkallëzimet 425 dhe 500. Pe përsëris më njëre, paga minimale në kushte normale nuk guxon të jetë aq sa shteti e përcakton. Në kriza natyrore mund të jetë një pagë minimale. Përndryshe kushte normale nuk mund. Minimumit është nëse me një korrig paga minimale fillon me 500 euro, minimumi duhet të jetë 600 euro. Dhe ajo për një kohë shumë të shkurtë, jo të gjatë. Kızı.